Ai që ka thonë Mercedes ist, ai Mercedes do të thotë Mercedesi është vetëm një Mercedes. Baba gjysh ata gjeta një kërë. Aha. O, valloj, një 27 vjetë. Unë i kun kaluë 1.370.000 kilometra pe qelë për pos ka poku. Që ki gra boll. Ki kalu me ta boll. Ngona. Ka poshtë ka qenë uj, liqe, jonë venet ku jenë parku anijet, na kem ardhë e Shqipënia në vitin 1515. I kemi gjithë 4 shtëpi, s'ka pas të të ristrugu. 2 familje shqiptare po ortodokse. Se është kalaja e mretit Justian, unë jam Rustem Lapi. Na kem ardhë e Shqipënia në vitin 1515. Kur jemi ardhë qëtu një stëg, i kemi gjithë 4 shtëpi, s'ka pas të të ristrugu. Na i marë 5 dit. I kemi gjithë Latifajt, jënë të Hasonit Malë. Edhe i kemi gjithë Jahajt, jënë të Hasonit Vogël. 2 ata Hasona kanë qenë për qelës togut mënetnur. Në atë kohë, edhe i kemi gjithë edhe 2 familje shqiptare për ortodokse. Këtu, një stëllë. Saj për këtë rafshit, tjera shpia s'ka pas. Këtu. Mos të flasim për se është kalaja e mretit Justian. Jonë venet ku jenë parku anijet, ka shenja boll, që nuk është i strugu veç pe i vitit 1515, po ka qenë ma përpara, po ka poshtë ka qenë uj, liqe, që e kanë qujtë liqen i Neogjenit, edhe që ashtu ja kanë njësë mu morë me blegtëri, me kapak bakti, me gjëti, me qëto sene, edhe të kokon ligji atëherë që mund të eshë në sujt i thujnë për qeljes mretit atë, qka e në konë ata, pasha, pusa, duhet mi shdrip kalit, me kap kalin për freni, me nejtë gaditu dhe këse isa të kalujnë. A i ju një Hajdar Sejfia atëherë, se pe grije jeme, atje me atë farë grije, qaj farë Sejfia, o konë i pari që është ardhë, kanë. E kanë morë me veti edhe të nesrit e kanë vjerë në pej. E qati në acarutën e Shimardhonjet, edhe mos është përhjek ujtë për këtu ujtë, jem ra në rafë, që thënë, Aslan Pasha, i Turqisë atëre, i ka shti me liveru fushën e Drgolevcit, është një fushë që konë dirin, i ka shti krejt kush ka pas, aso përmena. Edhe, ja u ka tërhjek vretin që edhe në prisht përmena, mos me nalë etë që si mas lavre në thonë, mos mu prish disponimi tjerve ati. Tash, a i unë i më lefosun, se ja kanë vra migjën për shemun. Ja kanë vjerë në vej, regjimi jashtë la poshtë. A i ka raj umi kanë thonë, një copë hekur, shtim në drumë, në përmenë. Kini një edhe ju për përmena, mësë pasit po. Këj hek jetë, të të shigroj i badi hava. Edhe për cilësat e punimeve që në konë të caktuun, jënë shkua kanë njeftu Asla Pashën. Kanë thonë, filon fisteku me emën e mbi emën, i ka hek këjet për i lavre, edhe zdon me një, adin urnat tunas, nuk i përfil fare. Edhe, o shku kë
të shtëpia ju ka kallëzu familje madhe, dikon 70 antarëshe. Tash jemi 3 mohall, 3 barqe, qysh me thonë, janë lapjon të jem na, kur të vit janë tjerë sylajt, janë tjerë për tonë një babë. U ka thonë qështu, si aji Azlla Pasha ju ka thonë ati në Trojës, hashko kalzoni, thuni, kur gjonë si kemi bon ati plakut jo, qa kemi të bon ty. Edhe e kanë bon delë të në me vetë, jenë shku kanë rëthu Dragolevë si në krejt. Dragolevë që konë serbë. Jënë dalë do pleqë me bezë zotit. Qka po kërkoni vlavë që në këni rëthu, thëtë, qështu me Azlla Pashën. I kemi mardhonit të kësien, ka vjerë parin tonë, edhe nuk dërujmë. Dhe të vrasim sonte. Ata amon, dërmon, mos në vrani këtu, se na jem slavë, pushteti është turk, na shfarosin. Nuk e në kona sa të 20-30 shpia i farë Dragolevë që s'ka as tash, se tash janë qumë pejtë bomëve dhe veta. Se ku gjohë për neve s'kanë paskes. Edhe kanë thonë me besë zotit, mos në nguc një dhe natje kemë me hjek para sabahi, Azlla Pasha ka me hjek për këtuvit. Edhe kemë me ardhë mi u të regu ka përshkumë. Apo shkon për Dudesh i kanë thonë që tu kësaj rondës me dalë në radaf se me shku në pjej, edhe për Gjurakovës atje, të nëshin Dëbrushe, Vitemërice atje, ke marrë mi u kallëzu. Edhe Pashën e për cilin dhe një stëmë këtë, 2 gjellë pri që aty në familjeve, vinë edhe thrasin ata tu në dëgacjem kur me dalë. Pasha shkoj për Dudesh. Na ka thonë filon Fisteku dhe filon Fisteku pleqë tonë, nëse ka nevoj, na jem gatë që mbarë me ju. Edhe me kryjnë qërë, qësh me thonë, aksionit dërmerë në ju, na me thonë pjesëmarës me jume. Jo faleminderit, nuk kem nevoj. Veç kam pas moshkuj. Bol, i kanë dalë në Dudesh, i thujnë, ku dohet rruga që shkon për region të Pejsa, se që aty kemë 3 megjën që shme thonë, edhe që shkon për Baj, edhe tjetra që këtë për Kaliqan. Që aty atë tonë të e kanë zonë, pritin edhe e kanë vra 7 roje Azlla Pashës. As kanë mujt, as kanë guxu, as kanë desht, ata punë për ta, sështë të jenë ja me gjyku, veç Azlla Pasha o pështu. Veti teti e konë Azlla Pasha të shku për pej, që aty e kanë qërmatos, i kanë bun, i kanë vra, i kanë bun. Pashën e kanë leju më shku dhe në pej. Për ata, mëna tonë, për qëtë zdimet kallëzu. Po, dimet kallëzu që pushteti atëherë, Turk e ka lypë vetëm Dërasin. Dërasit dhujnë Dërasit që ati që ka kryjë që ato vepra penale. Tash qaj i joni, Brahim e ka pas emnin, e ka ditë që në Podujev nuk funksionon regjimi turk po bugarë. Edhe o shkue në fshatin e Letenc. Letenc të Podujevës, që dhejtë që jo dhekë ke mojtë lidhje me një farë Haqinaiti. A i duhet me njoftë, të mërmoni, ke mojtë. Ata, mas 3-4 mujve, e kanë mësu që ka me vepru, mu registru atje që kështë është i leme i rritun atje, edhe me morë atë vërtetima, certifikata, qëka të thujnë, qëka dush, që është lapion.
për atjet. Edhe ai me do të jetoncit i morën vesh, ju ka kallëzu që ka është veni i mirë, ka kështu, ja u ka livdu, i kanë thonë a bon marrë na me ty. E atje në zonë veni. Thot po mëra hajdini. Ma botë, ju një të mirë mu, e thunë juve. 90% fshati si ne është i përbon për i që aty në njerëzve. Ata janë bashkë, Lapion, Podujevës, e na janë. Na vitë që e ka morë qatë bjemën, kër është ardhë bashkë në konë hala me kurtajt edhe me sylajt, se Hajdar Sejfia, Lapion të jemë në tash. Syllë Sejfia janë sylajt, edhe kurtë Sejfia, kurtajt. Tonë janë një babet, një nonë. Familje. Krejt, qashtu që të nëshi, kemi fillu, jemi rrit, jemi shërby edhe në Balgjysh jam më konë në Stamboll, ushtari mbretit. Une, saj përket, qësaj për jardhje, nuk po du me hima në thonë, se ka njerëz që kanë shkru libra, që kanë janë morë me ato, ka që kanë studiu e din ku është, e kem hala gjurmat e Kales, mbretit Justian, janë gjurmat ku janë parkue anijat, janë emnat, janë tana gjitha me përjardhje i lire. Atëherë? Moti. Qashtu, për shamull, që tu serbisht i thujnë bolovan, na i kemë thonë bol o vol. E pse i ka met kjo? Se është ardhë lugu i bjeshkës, ujt, e o met për pa shpërnda, për mos me bon proj. E tash një plaku ka thonë, djelja, tash o vonë, bol o vonë, adin. E ka met edhe bjeshkës atje, bolovan, ta i thujnë tash, po bol o vonë o thilë, zhezhanac, zhezhinc, zhegrini kanë thonë, atëherë. E qaso, ka bolla sonë. Jo kroni zonave, jo do senin tjera, jo boka, jo kjo, jo. Ka gjurma i lirë dhe ardone, që duni thujmë shqiptare me tjera, s'ka problem. Ti pas të shka i konë me profesion, kësë të shpedit që në penzion, qëfar punë e ki pasë? Unë punën kryesore, kom pas inxhinieri komunikacionit rrugor në vitin 1965 në Zagreb, se s'na mosh kësy në Beogradi, fakti gjallë dije, që kem pas edhe atëhere ndaj kracis, ndaj kratëve një kuptim matë gjonë, matë mirë, kem mendu që atje kem me kalu më mirë dhe kem kalu dhe qashtu. Atëherë, në atë kohë, 12, për i herë kem diplomu në Zagreb, jemi shkip në për tanahon të Kosovës, besa edhe në Beograd pak, se u dash kem ja u këthyje stipendin. Deri kur ki punu? Kom punu dhe në 60 e tjetën. Dhe në 68 të nëshi e kem shku, të regohë jem shku në Gjermani se e vjem dhe tukë. Për një kushërini edhe ja kom një spons, veç më kanë o dasht me kompenzu stipendin. Jënë ardhë në Beograd kryetari i komunës i Stuvut e dhe qashtu, edhe tash me na pa edhe neve atje. Mu më dalë, atje kime ardhë një stëgë. Pase na ja refundojmë qeverisë stipendin që i kemi orë tje dhe s'ka problem, qashtu që jo ardhë një stëgë. Edhe të na heret më kanë stimulu me punu për radio,
me punu për televizion, me punu për rilindje, për jedinst, për gazeta, që të që i kem pas atëhere. Çfarë pune bëjshe kur bashkëpunojshe me televizionin me radio? Lajmet, i që isha më të reja, që ka kishë nevoj, që ka u bëjë këndjestra, që ka u bëjë që ato aktivitetet, ashtë unë isha në komitet këmë punu. Komitetet këmë pas venin e punës, zyrën, ashtë i këmë bajt 17 vjetë gjakovën si profesionalist, dhe i në hëqim për i punë 90-ën, që 35 vjetë jam në penzion. A përmende ma herët që ki punu, kur ki shku në Gjermani, ki punu edhe në fabrikë Mercedesit? Po, valoj. E të pasha hala për vozit Mercedes? Valoj, kam punu edhe nuk e harroj kur, edhe nuk ka se aj që ka thonë Mercedes ist, ajnë Mercedes, do të thotë Mercedesi është vetëm një Mercedes. Ajo konë njeri mërim që të ishim në këtë në herë. Njeri shumë i aftë për atë punë. Me Mercedes që kom morë atje, unë i kom kaluë 1.370.000 kilometra pe qelë për pas ka pa unë mja regullu ventilat, mja shtalovat, ne se stojnë shqipëvis mja regullu ventilat. Ashtë hala egzistan, që tu një stokë është a i kërë. Nuk më lanë djelë, se i kom 4 djemë, i kom 2 janë, një në Austri, një në Gjermani, edhe 2 kom këtu. Babë thanë, ka të konë bolë. Që ki gra bolë, ki kalu më ta bolë. Nga na, se zdojmë të jonë me gra mo, brejnë tjetër kërë. Një qik e vogël, reze e ka jamjen, qik e djallit, ma të voglit. Tu kështu 5 vjet i ka pasë. Baba gjurë, tha ta gjeta një kërë. Ha? Tha vallaj, bab ta gjeta. Veç një behon e kështë. Qka? Tha e kështë gjyrën, më falë një në shprejhe, të bagjumë dhe. Se s'po kom qefë mu një adin ajo fjolla. E kemi morë në telefon, kem folë me ta, i komunës vështëris, që aty fshatit ku i bojnë ta qipsat e aty, ajo farë pestovës. E murëm në telefon, i thash burri fort, na jem qështu, i kalzova situatë, pak shkurtimisht që ka folem. Edhe i thash, apo i hip kërët e hajde, nuk godit shim t'jepim paret, su goditëm kemë tha mu shkerin naftë sa të dush. Qështë të ta nërmenja, ta mare vallahi, po më do kështë si serios, atin kështu në fjallë, po du marë. Ja kalëzum rrugën, cila është, ku është, kur o bo një orë, erdhë. Dullim pak e bo një farë. Gjiroj që aty, me thonë, na bëjkë një skirë, jalja në paret, e kom edhe sënë. Sa e bleve këto? Vallaj, 3.000 euro kom përmorë. E qëfar u kona i Mercedesi tjetër, qëfar tipi? 240. Mercedes 240. Qëtu ka një, qëtu ku hëmbu, na i thojmë fasti së gjuku, në njofshi, që aty djalli tina e ka pa morë, që ati që e ka shqit djalli jam, e ka morë rajtëm, që ja kemi qitë dhe këtimi veti, ja hajtë qërtu që asofër. E hala po vozit mirë, pa problem? Vallaj, nuk pe vozitin, kam investu shumë në ta, krejtë kanë shkatrujer, e kanë njësë mreshe, kanë mirë, është mirë dokët. E ty sa vjetë i ki majtë, dhe që thë 1 milion e diçka kilometra? O, vallaj, një 27 vjetë. E kësuar. Njëtin ka? Njëjtë.